për ju, drejtues të departamentit, panelistët, në të cilën ne paraqesim programin e Partisë Demokratike për 4 vit të ardhshme, program transformues në infrastrukturës së vendit. E vërteta është që gjatë këtyre 12 viteve në total janë investuar në zëra në buxhet, sipas buxhetit, mbi 12 miliard euro nga Edi Rama dhe qeveritë e tij, infrastrukturë, por në qoftë se ka një grop të zezë në zhdukjen e këtyre fondeve, janë pikërisht rrugët dhe projektet infrastrukturore. Po që se mendojmë, ndalemi për një moment se çfarë nuk besoj të ketë në një vend tjetër në botë që t'jenë zhdukur, t'jenë glabruar fonde publike, siç ka ndodhur në Shqipëri, me këto 12 miliard euro investime që zhduken. Qofse marrim rrugën e Arbrit, nga 160 milion e parashikuar në standardin ndërkombëtar dhe kompaninë ndërkombëtare, në një kohë kur 32 kilometra të saj kanë qenë të ndërtuara, ajo ka shkuar në 415 milion dhe nuk dihet sa do shkojë. Në qoftë se marrim Unazën e Tiranës, 19 kilometrat e fundit të saj, se 8 kilometra u ndërtuan gjatë qeverisës Partisë Demokratike me vepra artje, me të gjitha, se ishin shumë të lidhura. Sot ato janë ndarë në 14 lote me 14 kontrata. Janë një diletantizëm. Hyrjet e daljet janë absolutisht defektuoze, janë të pastudiuara dhe mjerisht kjo Unazë, në vend se të liroj trafikun, efekti i saj pothuajse nuk ndjehet fare. Dhe që ka vazhduar ndërtimi i saj 15 vite. Ja një seri rrugësh të tjera, të cilat kanë mbetur. 75 milion dollar ka qenë e planifikuar rruga Qukës Qafë Ploç. Gjertani kanë